Dënohet kosovari me 13 vite burg. Për çka u shpall fajtor ai, me cilën nuk knihet. Një kosovar është dënuar me 13 vite burg në Gjermani për trafikimin e 10 tonëve kokainë. Princ Dobroshi, 61 vjeçari nga qyteti Pejës, i njohur në botën e krimit me Novkën Peshkaqeni, është shpallur fajtor nga gjykata e Landit në Hamburg për rolin e tij kryesor në një rrjet ndërkombëtar të trafikut të drogës. Dobroshi ishte pjesë e kyçe e një rrjeti që në vitin 2020 kishte kontrabanduar sasi të mëdha kokaine nga Amerika Latine në Evropë. Sasia prej 10 ton kokainë ishte futur në kontenjer përmes aeroportit të Hamburgut, e fshirë brenda mallrave si banane, orez dhe qymyr. Sipas Bild, Dobroshi dyshohet se kishte organizuar tërë zinxhirin e trafikut nga transporti deri tek shpërndarja dhe përfitimet financiare. Ai ishte në dijeni të çdo lëvizje dhe komunikonte përmes platformës së koduar EncroChat, e cila u dekriptua nga autoritetet dhe çoi në identifikimin e tij. Dobroshi nuk është emër i panjohur nga autoritetet evropiane. Sipas prestigjozës gjermane, ai ka një histori të gjatë kriminale që nis në vitin 1993, kur u arrestuan në Norvegji për trafikim heroine dhe u dënua me 14 vite burg. Në vitin 1997, ai arriti të arratiset nga burgu norvegjez, ku më pas u fshe në Kroaci, ku thuhet se kreu edhe operacion plastik, dhe më pas u kap në Prag më 1999, nga ku u rikthye në Norvegji për të përfunduar dënimin. Ai u lirua në vitin 2005 dhe u deportua drejt Kosovës. Pas kthimit në vendlindje, Dobroshi u përfshi në biznese bastash dhe kazino. Ai regjistroi kompaninë Eurolive 24 në Pej, që operonte në fushën e bastëvënies dhe bigjozit. Dobroshi, kërkuar nga disa shtete evropiane, u arrestua në Shqipëri në fund të vitit 2023 dhe u ekstraduar në Gjermani në fillim të vitit 2024. Në momentin e arrestimit, në një operacion të koordinuar mes policisë shqiptare, kosovare dhe autoriteteve gjermane, u bastis edhe shtëpia e tij në Pej, ku sekuestruan para kesh, vetura dhe pajisje elektronike. Deri tani janë konfiskuar 2.5 milion euro, ndërsa shteti gjerman kërkon gjithashtu edhe 8.2 milion euro si kompenzim financiar. Megjithatë, duket se aktiviteti i tij i paligjshëm nuk ishte përfunduar. Dëgjoni se çfarë ndodhi më pas. Emri i tij doli në skenë edhe në një ngjarje të pazakontë, ku sipas burimeve ndërkombëtare, rrjeti që ai drejtonte kishte planifikuar në vitin 1999 të kidnaponte princin Hakon të Norvegjisë për të shkëmbyer me lirimin e Dobroshit nga burgu. Në atë kohë, Dobroshi njihej si një prej të burgosurve më të rrezikshëm të Norvegjisë. Por ky plan nuk u realizua kurrë, e që autoritetet norvegjeze e morën seriozisht kërcënimin dhe rritën masat e sigurisë. Ndërsa sot Dobroshi ndodhet në burg në Gjermani, ku do vuaj një dënim të gjatë për trafikimin e drogës, e që rasti i tij konsiderohet si një nga goditjet më të mëdha ndaj krimit të organizuar nga autoritetet gjermane në vitet e fundit.